Të nderuar shikues, të respektuar ndjekës, mysafire e nderuar, mirëditë dhe mirë se keni ardhur në serialin e podcastave që po realizohen në kuadër të projektit Prioritetet e implementimit të planit 7 pikësh për të rinjt e pakicës kombëtare shqiptare në Preshevë dhe Bujanovc, që po financohet nga Ambasada Britanisë së Madhe në Beograd nëpërmjet iniciativës qytetare. Projekti po realizohet nga Qendra për Demokraci dhe Edukim Lugina në partneritet me Këshillin për të drejtat e njerëzit. Ky projekt ka për qëllim adresimin e sfidave që sot përballen të rinjt shqiptar në dy komunat me shumicë shqiptare, në Preshevë dhe Bujanovc. Atëherë filloj me mysafirën të cilën e kemi të ftuar në serialin e parë, do thotë për emisionin e parë. Mund të në prezentoni? Faleminderit shumë Agon për ftesën. Kam nderin të jem në emisionin e juaj. Unë quhem Shërimine Iljazi, jam nga Rainca, me profesion jam sociologe, kam studiuar në Universitetin e Prishtinës. Aktualisht mbaj një organizatë cila quhet Kult Arkiva, jam gjithashtu edhe aktiviste. Aha, ju keni studiuar në Prishtinë? Po, kam studiuar në Prishtinë, master. Master, edhe keni kryer edhe masterin? Po, edhe masterin kam përfunduar. A mund të na thoni Shërimine, cilat janë sot problemet më të mëdha për të rinjt shqiptar në Preshevë? Me cilat probleme ata sot ballafaqohen? Po, nëse flasmi për të rinj, se ne sociologat e kemi pak më në detaje, i studiojmë grupet shoqërore, kemi grupe ndryshme, pra grupet të marginalizuar, grupet për shembull të drejtat e grave, mandej nëse e marrim veç grupin e të rinjve, unë vetë kam bërë hulumtim para 2-3 viteve diku dhe gjithmonë ka interesuar ajo probleme në të cilën përballemi ne si komunitet shqiptar në Serbi. Kam hasur shumë probleme në të cilën ne përballemi çdo ditë. Pra një ndër problemet kryesore është mosnjohja e diplomave. Kur vetë kam studiuar në Universitetin e Prishtinës, e kam pasur shumë problem kur jam kthyer këtu në Serbi, sepse nuk njihen diplomat, pavarësisht marrëveshjeve që kanë bërë që prej vitit 2013, ende nuk është zbatuar. Ja 4 marrëveshje tash ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për njohjen e diplomave. Është e vërtet, po fatkeqësisht nuk janë pranuar dhe ne kemi shumë problem të integrohemi në institucionet e Serbisë sepse nuk na njihet diploma. A punoni ju? Aktualisht nuk punoj për shkak që mosnjohja e diplomës e ka bërë një problematik. Kam punuar në kuadër të qeverisë të Kosovës, mirë po fondi është ndaluar dhe tash mbaj një organizatë të cilën e kam regjistruar në Serbi, po ende nuk kam pasur ndonjë projekt për ta praktikuar ose për ta punuar këtu. Ju keni organizatë jo qeveritare. Po. Na thoni cilat janë mundësitë sot për të rinjt e trejat shqiptare në Bujanovc dhe Preshevë që të mirën me sektor jo qeveritar, me organizata të ndryshme. Sa janë resurset, sa ka burime për realizimin e projekteve apo për thithjen e fondeve? Po, është e vërtet që në Lugin për shembull nuk është që të rinj nuk janë aktiv. Okay. Nuk është që nuk duan të punojnë, duan të jetojnë dhe të punojnë, por ajo që e kam hasë unë vetë si organizat, e kam pa që e kena shumë problematik të këtë çështjen e integrimit tonë për të arritur një vend pune së pari, sepse kohët e fundit ne kemi pas në qeveri lokale një i ri, për shembull, ose një e re në të cilën don mu punësu në institucione e Serbisë, sepse jetojmë në Serbi, kemi një pasaportë serbe, dokumentet kemi Serbisë dhe na duam të punojmë të jetojmë këto, po fatkeqësisht unë vetë po e hasi një problem, nëse dua të punoj këtu, është shumë problem shteti i Serbisë me dhënë një vendim pune. Përhershme po flasim. Okay. E kemi hasur për ata të cilët dojnë të punësohen, e kemi hasur sidomos në partitë politike apo në qeverisjen lokale, pa u futur në politik, pa inkuadru një i ri ose një re në politik, nuk mundet të punësohet. Nëse punësohet, e ka një punësim diku 6 mujor, një punësim thojmë tash përkohshëm. Pra nëse me mundru për shembull subjekti politik i tyre mas 6 muajve, një re ose një e re jetë pa punë. Edhe kjo është një ndër problemet në të cilën duhet të trajtohet sepse është shumë problem nëse don për shembull një njerëz të jetojë këtu se rroga ose vendi i punës është shumë jetike për të mbjetuar së paku. E shohmë që mbas 6 muajve ai i ri ose ai e re mbetet pa punë. Edhe një ndodh kjo?
A ka një arsye? Unë po mendoj që arsyeja është shteti i Serbisë nuk merr vendimet për shembull përhershme që të rijt këtu të punësohen dhe të jetojnë. Ajo që është mungesa vendeve të punës, unë edhe vetë kam hulumtuar çështjen e migrimit që nga pas vitit 2000, pra pas luftës, përfundimit të luftës, edhe ato fabrikat që kanë ekzistuar në kohën e Jugosllavisë kanë falimentu. Edhe e kam pa që prej vitit 2000 fare nuk ka investu Serbia në këto 3 komunat, vërse kena për shembull një identitet etnik shqiptar. Ti mendon që diskriminimi rrjedh nga përkatësia etnike? Po, përkatësia etnike. Sa i penalizon trit shqiptar? Për shkak që po flet drejtim diskriminimit, derisa ju po flisni, sa i penalizon trit shqiptar për jetesë, për punësim, për integrim, etnia? Po një faktor shtetës që i penalizon është për shkak etnisë, sepse ata nuk po munden vetë se janë shqiptar të kenë kuota për shembull nëpër institucione, jo vetëm politik, por për shembull të kemi mundësi edhe nëpër spitale, nëpër gjykata, apo spakuna neve na mungon për shembull edhe universitetin ta kena në Preshevë, ose në qendër inovative ku të rinj munden mu kyç edhe me zhvillu një talent të caktuar. Nuk është veç ndoshta problemi nga shteti i Serbisë, po shumë mirë e din shteti i Kosovës, pra edhe shteti shqiptar, që ne për ata që studiojnë Kosovë, kur kthehen këto nuk munden mu punësu, edhe këta nuk marrin një çfarë mase për m'ia siguru një rrogë, sepse rroga konsiderohet shumë etike. Për mi bo për shembull një mostër tënve që kanë studiuar në Kosovë, gjithata pa punë ti mundsohet njëjtë sikur serbët e Kosovës që kanë mundësi të marrin 2 rroga. 2 paga. Po, neve nuk na jepet spaku rrogë nga Kosova apo Shqipëria në të cilën ka kushtetuar. Ajo do të ishte një luks për neve, megjithatë ekziston plani 7 pikësh, një dokument politik ideal nga gjitha partitë politike shqiptare dhe i aprovuar nga qeveria e Serbisë më 4 qershor vitit 2013. Sa ke njohuri, çka përshkruan plani 7 pikësh sipas juve? A keni lexuar ndonjëherë planin? A keni parë si dokument? E kemi parë, e kemi lexuar. Në fakt, ajo që po shkruhet nëpër letra nuk po zbatohet, shembull. Ku është problemi, sipas juve? Sipas meje, problemi është në arena ndërkombëtare duhet të bëjmë më shumë presion Serbisë, sepse ne nëse dojmë vendet e Ballkanit perëndimor të futemi në 2030, siç po thuhet në Bashkimin Evropian, si mundet të futemi ku komunitetet ose minoritetet të diskriminohen edhe të pasivizohen. Problemi është përveç që na pasivizu nga puna, për shembull, nuk ka fabrika, nuk ka vende të reja të punës. Qendra tregtare, po, është një çfarë pasivizimi që po detirohen mu largu, për shembull me migru në vende ndryshme të botës, mandej pasi që po largohen, Serbia po e kthen këtë mënyrën që nuk është personi këtu pari, nuk po gjendet, hajde ta pasivizojmë, për shembull. Pasivizimi adresave, po, pasivizimi adresave, e kjo unë po mendoj që nëse dën Serbia të futet në Bashkimin Evropian, duhet t'i kthej adresat, duhet t'i kthej rinin për shembull të punësohen, sepse nuk e di që ekziston në një vend që ka shku nëse si ka respektu komunitetet, jo vetëm shqiptar, komunitete ndryshme, për shembull pakicat. Një ndër kushtet e integrimit evropian është drejtat e pakicave. Po, drejtat e pakicave. E kjo është problem që ndoshta ka pas shumë marrëveshje të nënshkruara, po fatkeqësisht përveç tabelave që e kanë zbatu letërnjoftimet, kjo çështja e diplomave ka e pas zbatume, pra. Nuk po realizohet ende, kjo është shumë, nëse drejta nuk hipet, baza themelore e njeriut, domethënë drejtave të njeriut është arsimimi. Nëse nuk e jep këtë drejtë në arsimim, është shumë problem me dhonë në sektor, po, me vazhdututje. Po. A mendoni se duhet kyçja trive në çështje politike, institucionale, në implementimin e planit 7 pikësh? Cili do të ishte faktori impakti trive në realizimin e atij plani? Ose planit 7 pikësh me cilin ka një harmonizim viti 2021 mes Këshillit Kombëtar Shqiptar dhe ministrive përkatëse në Beograd që të krijohet një strategji për implementimin e planit 7 pikësh. A mendon se tri do të jepshin impakt?
Po, nëse grupi të rinjve, do më thonë, ta marrë me shoqëria civile, luni këç të rëndësishme për promovimin e pakicave, shoqëria civile kish bo shumë ndryshime në këtë inkuadrimin. Pra, do të ishte mundër shumë ndryshime të bëhen, sepse nga politika po dalë me shoqëri civile. Shoqëria civile gjithmonë ka qëllimin që t'i promovoj drejtat e njeriut, drejtat e pakicave, drejtave e komunitetet të marginalizuar, edhe kjo do ta ndihmonte shumë që na të ri të vendosmi, siç e shohmë edhe organizatat që ka shoqëri civile edhe në Serbi, që i përkrojnë të drejtat e shqiptarëve, të drejtat e grupeve ndryshme, nuk bashkëpunojnë. Pra, po mendoj edhe shoqëria civile e Serbisë, edhe shoqëria civile shqiptare e Luginës do ishte shumë mirë me bashkëpunu që të implementohet edhe në politikë në ato marrëveshje që janë paraqitur në plani 7 pikësh shembull, do të ishte shumë më mirë për me ndryshu edhe në aspektin praktik, jo vetëm kështu në letër, dokumente. Cila është politika lokale në inkuadrimin e trive? Preshevë dhe Bujanovc. Sa keni inkuadrimin e trive, mendoj në zhvillimin e politikave për tri? Po, qeveria lokale kemi pa që... Qeveriset lokale, se po flasin shumë së Bujanovc Preshevë. Po, qeveriset lokale, për shembull 3 komunat, e kena pa që 3 komunat së pari e kanë mangët bashkëpunimit, këta partit politike, po në promovimin për shembull ta marrim me grupet e reja, për shembull me shoqëri civile, nuk është që janë shumë bashkëpunues dhe të hapur, nuk e shoh, pra pak a shumë nëse dëshiron për shembull një organizatë e caktuar të marrë një panel diskutimi me ta, apo të organizoj një farë konferencë se më ka ndodhur vetë, e kemi ftuar të gjithë partitë politike, ka qenë një event, domethënë në Bujanovac, dhe disa kanë ardhur politikanë, disa jo, është ajo që nuk janë shumë interesuar. A mendon se ngjyrimi politik i organizatave jo qeveritare ka ndikuar edhe te pjesëmarrja politikanëve? Po, mendoj edhe ajo. Po është ma tepër për shembull nëse një organizat dëshiron mu kone pavarur e ka të vështirë të futet në projektet e tënve, domethënë. Do të thonë pa qenë politik. Po, pa qenë politik. Ose pa të gra politika. Politika, po, ajo është e kena politizu këtë. E kanë politizu këtë. Shermine, një pyetje profesionale tash. Kemi 2 çështje që i pojmë sipas hulumtimeve, që trit po na migrojnë. Është migrimi rezultat i diskriminimit apo diskriminimi rezultat i migrimit? Normal, diskriminimi është rezultati i migrimit, sepse diskriminimi që prej vitit 2000 e kendej, përveç vendet e punës nuk ka hapur Serbi, janë në një investim madhor në një fabrikë për të punësuar, mandej son pa ta bërë hulumtim valet e migrimit që kanë fillu ma tepër prej 2001 që kanë migruar, mandej në vitin 2009 kur janë liberalizu vizat në Serbi. Ka pas një fluks të madh. Po, mandej 2013-14 konsiderohet që shteti gjerman i mundsoi për shumë lehtë për punësim sezonal dhe punë vize, edhe atë e pam që vala e tretë e migrimit ka qenë shumë e madhe tek të rinj. Po mendoj unë përveç diskriminimit etnik, domethënë, është ajo përveç stabilitetit që se kena politik, po edhe stabilitet ekonomik. Për shembull, ajo është jetike, po baza kryesore për me qëndru është punësimi, tregu i punës. Edhe një pyetje për fund, cili duhet të jenë hapat konkret që të zgjidhin këto probleme, duke filluar nga njohja e diplomave, ndalimin e migrimit, ju a thatë edhe vetë, gjitha këto janë rezultati diskriminimit. A mendon që duhet një qasje e re e trive, një qasje e re e sektorit jo qeveritar, e politikave lokale, ndaj Serbisë për të integruar, apo duhet vetëm një presion më i madh i faktorit ndërkombëtar në Beograd që këto marrëveshje të respektohen, pa veç mas plani 7 pikësh, në cilin përfshihen gjitha ato ju që i thatë deri më tash?
Po, unë më kujtu tash Young ka shkruajt një libër për teoritë e konfliktit, kur di popuj, do me thonë di shoqëri kanë konflikt edhe e kanë problem derisa të kenë paqe mes tyre. Pra, nëse dëshiron për shembull bashkëtesa shqiptaro-serbe të ketë një bashkëpunim në të ardhmen është njoja mes tyre, domethënë duhet njoja e realitetit. Po, njoja e realitetit, mandej është pranimi i realitetit, fakteve, pranimi i fakte, e mandej vjen paqja mes dy shoqërive. Po mendoj që 20 vitet e fundit nuk është që nuk kanë bërë përpjekje të dy shtetet, domethënë, si shteti i Kosovës dhe Serbisë. Jemi në një fazë që kemi mbetur te kjo implementimi 7 pikësh, tash pas njohjes së tabelave dhe letërnjoftimeve, tash po mendoj unë gjenerata e re e Serbisë e ka pa ndryshe pak këtë gjendjen politike që lufta ose konflikti veç na kalon mbrapa. Pra çdo shoqëri në botë, lufta ose konflikti, ne thojmë një fjalë popullore 100 vite mbrapa atë lufta, kështu që kemi pasur me konflikt, domethënë, edhe mos marrëveshje, gjenerata jone e re ka mbetë shumë mbrapa, prandaj edhe shohim çfarë migrimi masiv çka është shumë e dëmshme për çdo shtet. Po nëse një qytetar të largohet nga shteti, atëherë është problemi tek shteti, kuptohet. Shermine, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe për juve, ishte shumë kënaqësi. Kënaqësia jonë. Faleminderit shumë për